autoriteti dosjeve për informimin mbi dokumentet e sigurimit të shtetit, i cili ka si qëllim të informojnë publikun e gjerë, sidomos qytetarët, për veprimtarinë apo dokumentat e sigurimit të shtetit, çfarë kishin krijuar sigurimi i shtetit për individ të ndryshëm, dhe ka në fokus edukimin qytetar. Në fokus të edukimit qytetar, ai bën në veprimtari të ndryshme, siç është edhe kjo lloj veprimtarie sot. Në vitin 2021, së bashku me Ministrinë e Arsimit, ne bëm një marrëveshje për arsye të veprimtarive të ndryshme që do organizohen së bashku për të arritur qëllimin tonë final. Qëllimi final është që në shkolla të futet ajo pjesë dhe të shkruhet ajo pjesë e narrativës së komunizmit që nuk është shkruar deri tani. Kështu që me një ekspert u bë një analizë kurrikulës së arsimit pranë universitar, u zhvilluan disa pyetësor me target grupe të ndryshëm, siç ishin historian, mësues, prindër, edhe student, dhe u tha që kjo pjesë nuk është përfshirë fare në kurrikulat e arsimit pranë universitar. Kështu që në vitin 2023 ne hodhëm themelet e një platforme digjitale e cila do ketë materiale të ndryshme arsimore, mësimore, të hapura, në të cilat mësuesit, nxënësit dhe prindrit do gjejnë shumë informacione për këtë pjesë të historisë fatkeqe të popullit tonë. Në dobi të kësaj platforme ne kemi filluar të bëjmë disa aktivitete të ndryshme. Për shembull, ju jeni këtu mësues historie dhe letërsie. Në institucionin tonë ne zhvillojmë dhe mirëpresim vizita nga shkolla të ndryshme, të cilat njihen në arkivën tonë dhe sigurisht me dëshmi nga ish të përndjekur politik, për të kapur nga afër atë pjesë të historisë që fëmijët nuk e njohin. Pasi nga analiza që ne bëm, duke qenë se ka dhe mësues të rinj në moshë, del që as mësuesit e rinj nuk e njohin këtë pjesë historie, sepse në histori flitet për luftrat, pa flitet ndonjëherë për komunizmin dhe dëmet që bëri ai. A din fëmijët të flasin dhe të përshkruajnë se si jetonin mësuesit e tyre ose të afërmit e mësuesve të tyre që ishin të përndjekur? Kjo nuk shihet në asnjë nga lëndët, historia apo letërsi. A din ata çfarë ishte një shkrimtar disident? A e mendojnë dot ata që për një poezi të futeshin në burg? A njihshin fëmijët të drejta në atë kohë dhe a e konceptojnë dot ato sot që për në ato vite nuk ishte të drejtë fjala apo të mendimit të lirë? Pikërisht për këtë ne jemi munduar që duke qenë se kurrikulat duan pak kohë të ndryshojnë dhe ne të arrijmë qëllimin tonë, ne duam të futemi but në shkolla, si do të futemi, pikërisht me klubin e librit. Me klubin e librit në të cilin ne kemi në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me Qendrën Kulturore të Librit, kemi zgjedhur disa tituj të zhanrit memoaristik. Dhe jo vetëm ky zhanër, por edhe libra studimor, në të cilët përshkruhet pikërisht kjo pjesë e historisë. Historia e burgjeve, historia e internimeve. Dhe duke qenë se ne kemi përzier si target grup mësuesit dhe ata që do bëhen mësues, ne me librin që diskutojmë do të përpiqemi të ngrenë një lloj narrative që sa t'i shërbejë kujtesës. Prandaj edhe në këtë rast kemi zgjedhur librin e të madhit ta quajmë Lek Fervizi, Odiseja e Papajsisë. Sepse aty brenda kemi goxha histori. Kemi një fabull të bukur dashurie që krahasohet me Uliksin edhe Penelopën,
por kemi edhe komplet vrasjet pa gjyq dhe arrestimet pa gjyq të vitit 1945 në Shkodër. Gjë që ne nuk e kemi hasur më përpara, mund të jetë një mësues që u lëmton dhe kërkon, por fëmijët në përshkolla nuk e gjejnë këtë pjesë të historisë. Kështu që nëpërmjet klubit ne do shkojmë nëpër qytete të ndryshme, të takojmë mësuesët nga afër dhe t'i ofrojmë këtë lloj titulli, që ai pastaj të shkojnë të çojë në shkolla të nxënësit pikërisht këtë lloj historie. Kemi bërë këtë libër e kemi bërë në Korçë. Atje kemi një përvojë shumë të mirë, sigurisht edhe këtu absolutisht edhe nga pjesëmarrja e kuptoj. E kemi bërë në Tiranë dhe kështu do të kalojmë dalë nëpër të gjitha rrethet e Shqipërisë. Pikë së pari doja të thoja një gjë, ja thash një grupi të vogël që ishte këtu, po ne kemi sjellë me vete dhe formular, të cilët plotësohen nëse ju keni interes për të parat tuaj. Nëse keni një përndjekur në familje dhe doni të dini çfarë dokumentash Siguria e Shtetit ka krijuar për të, ose doni të aplikoni për pensionin e të parëve tuaj që mund të keni gjallë, inshallah, që kanë qenë në internim dhe mund të përfitojnë pension. Tashi, unë do doja që t'i jepja fjalën drejtorit të Zyrës Vendore Arsimore, zotit Hasan, në thot dy fjalë se si e mendon këtë aktivitetin tonë sot. Unë do thoya që nëse do të kërkojmë diçka që të qaset historisë tonë, mendoj të ishte shumë e vështirë. Aq më tepër të ato vende të cilat i kishin kanës socialist, siç ka qenë. Ndoshta ne nga mënyra e funksionimit edhe nga mënyra se si u ndërtuar Makedonia Qendrore me diferencë. E cila mësoka dëshim solli ato vuajtje, mos me të mbasë edhe tragjedinë të familjes shqiptare. Ne shpesh flasim për takën, por kur ne kurrës në Kongë mund të ketë takën nëse jeni do të kujtoj këtë. Aq më tepër pastaj, është e vështirë se harroj të këtë. E kaluar që kënë duhet në shërbesim si. Për të mësë porsitur gabimit dhe për të ecur përpara. Por nga tjetër, duhet të shërbesim një mesazh falje të brezave, në mënyrë që ndërtohet e sigurt e ardhmen. Jam shumë dakord me atë pjesën që tha që realisht sot edhe kurrikula shkollore ka nevojë. Ka nevojë që gjithë ky kalvar i gjatë, 45 vjeçar, të jetë pjesë e njohurive të mësimit, me të gjitha ngjyrat e vetë, duhet të pranojmë këtë. Dhe nga ana tjetër, secili të jetë më i qartë në atë çka ka ndodhur. Pra mos veten në brezat e rime në një ngotiri ku ka vetëm terë. Në mënyrë graduale ka momenti që të vërtetën së të hidhur që tjetë në duhet të them që është e vërtet. Duhet të gërbishim, pashka se gërbishim mund në privedimi. Po mos harroni që nga vivja jezë bëhet fort. Dhe nga vivja, kombet dhe vende bëhet jezërisht fort e ecë përpara. Prandaj këtë rast unë falenderoj sinqerisht dhe ju garantoj diçka që nga ana institucioni që unë drejtoj, por edhe si qytetar i thjesht, isha i gatshëm që të jepë gjithë kontributin tim në mënyrë graduale, që rrugitja juaj nëpërmjet librit ketë mundësi që nëse vetëm të institucionit shkollore. Po tjetë në çdo lloj institucioni. Pse jo, edhe të ndërgjegjë e çdo qytetari. Sigurisht. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Formatimi i ndërgjegjës është një. Faleminderit. Ju falenderoj për fjalën, ju falenderoj sërish edhe për pjesëmarrjen se ne i bëjmë aktivitetet, por e kemi pak të vështirë dhe unë e di sa është shenjë ore e mësimit dhe orari që ne kemi përcaktuar. Ne kemi filluar të bëjmë aktivitete shumë të shpeshta me shkollat dhe vjetë ka qenë prezidenti i revoltës së Spaçit. Nuk e di sa jeni përfshirë ju, por ne shpallëm një konkurs për logon më të mirë dhe i çuam shkollave një film në cilën ata informoheshin se si kishte ndodhur revolta. Mund të ndërroj këtu. Jo vetëm në këtë rast, por para 2 vitesh, ne kërkuar video në shkolla që si janë realizuar dhe në rastin e revoltës së Spaçit, nxënësit e rrethon kanë realizuar filmat e tyre dhe i kanë dërguar
sipas një ligu që më udhan atë. Për konkursin Pyet Dyshi. Pyet Dyshi po edhe për revoltën e Spaqit. Dhe e bën me shkollat artistike në vend, dhe fëmijët sollën punime shumë të bukura dhe fitoi një djalë nga Beranti. Gjithashtu edhe për revoltën e Spaqit ne bëm një orë mësimore, sepse qëllimi ynë është që mësuesve, duke qenë se ju keni shumë kërkesë, t'ja bëjmë gati materialet historike dhe me metodën arsimore apo teknikën apo strategjinë arsimore që ai do të përdori për ta arritur sa më thjesht dhe më këndshëm ke fëmia pa traumë, sepse flasim për ca krime që deri sot ata nuk i dinë dhe nuk i përfiturojnë dot, ato dinë për Auschwitzin, por nuk dinë asnjë gjë çfarë ndodhi në Shqipëri. Kështu që ky është qëllimi jonë. Edhe për Spaqin ne kemi përgatitur një libër i cili ka brenda materiale të shkurtra dhe të gëlltitshme t'i quajmë për fëmijët. Kemi dhe një lloj timeline si filloi dhe si shkojnë 3 ditët e revoltës, me filmin 3 ditët e quajtur 3 ditët e lirisë, ne do ta shikojmë në fund të diskutimit për librin e sotëm. Gjithashtu, do doja dhe do kisha shumë dëshirë që shkollat të organizojnë udhëtime dhe të vinë ta shikojnë autoritetin dhe të njihen nga afër se çfarë bëhet aty. Duke qenë se ju do jeni te çusti të dijes dhe të edukimit më shumë, se sot fëmijët kanë ne mësuesët nuk jemi më simboli dijes, të dija vjen furishëm nga shumë burime, por të paktën të edukimit qytetar, të formatimit të tyre. Unë dhe kolegët e mi i mirëpresim nxënësit e shkollave që vinë në institucionin tonë dhe aty ato do njihen me arkivën, do njihen edhe me dëshmi nga përdjekur pse jo, nëse bën një plan të mirë, flasim dediko dhe u flet fëmijëve aty direkt. Në vitin pasues, në vitin e ardhshëm akademik, ju do keni në shkolla një kalendar kujtese, i cili do ketë data historike në cilat ju do t'i fitoni, mund t'i përdorni në planin edukativ të vitit apo në orët e projekteve për historitë të ndryshme të dimshme që deri më sot nuk janë thënë ke nxënësit. Pikërisht si kjo historia e librit që kemi përzgjedhur sot, që ka brenda atë fabulën e dashurisë dhe pritjes që të mban lidhur deri në fund se si do t'i shkojë historia këtij çifti, por të jetë kaq shumë informacion historik pikërisht për atë që ne nuk e dimë. Unë të doja, me që botuesi është zoti Frank Kulli, të lexoj fundin e librit dhe pastaj Elxhi, që është një historiane, doktorante e institucionit tonë, të përshkruaj librin duke e lidhur pikërisht me arkivën, atë që ne kemi pikën e fortë. Ne ofrojmë arkiv. Arkiva përdoret për studiusit që vinë dhe marrin dosje dhe nga aty bëjnë një punë studimore. Për këtë, për pasurimin e platformës, kemi krijuar dhe leksione të hapura, në të cilën studiusi vjen, përdor një dosje dhe atë e gërsheton me historinë, e shtëron materialin e dosjes dhe krijon leksione ose ligjërata dhe i zhvillojmë aty në autoritet. Pra, për studiusit e ri, ne kemi një aplikim, të cilin ju mund ta përdornin kushdo të fillojë informacionin ti për një X figur apo X ngjarje apo si thosh për një organizat, mund të vi dhe të aplikoj, mund ta bëj që sot ke vajza jonë që specialiste janë që është këtu. Dhe nëpërmjet këtyre ne krijojmë pikërisht leksione apo ligjërata të cilat ja hedhin platformës dhe mësuesi aty do hyjë dhe do marrë informacion për një ngjarje që ai do që ta thellojë përtej librit me nxënësit e tij. Pra, ky është qëllimi jonë, që platformën ta mbushim edhe me orë të hapura mësimore për tema të ndryshme të cilat mësuesi i bën në projekte. Jemi të hapur dhe mikpritës për ato që juve mund na ofroni, mund na ftoni në një orë të hapur mësimore që ka si temë kujtesën dhe ne bashkarisht mund ta bëjmë më të plotë. Atëherë, zoti Fran, mund të lexosh fragmentin e fundit të librit. Po, faleminderit. Është një urime për aktivitetin. Nëse do të jesh
Them edhe dy fjalë tjera përpos fjalëve të Lex këtu. Jo vetëm se unë gjendem këtu si botues i Lex, shumë më tepër se sa kaq edhe si miku i tij, i lumtur që ai më ka dhuru miqësinë prej pakën 2 dekadash e gjys. Në sfundet e kam taku para disa muajsh në Bruxelles ku jeton prej 30 disa vjeç. Ky është njëri prej librave që Lega ka botuar dhe Lena ka ndërruar me këtë fakt, por në fakt në shtëpinë tonë botuese Lega ka 6 tituj librash. Fillon me në vitet 99 ose 2000, nuk jam kredi sigurt, me librin e vet me poezi, Ankimi Zanave ka titullin, e vijon tek më i fundi që ende nuk ka dalë në rast të ferit, tregimet jetura, por sigurisht që edhe për mua, edhe besoj se jo rastësisht, po them Zoja Bruna, edhe bashkëpunëtorët e saj ka zgjedhur pikërisht këtë libër që Lega konsideron ose e emërton romani i jetuar, sepse ka dhe atë fabulën fantastike, libri i dedikohet ose parashtron, parashkruan, përshkruan ngjarjet që lidhen me vllain e tij Valentin Përvizi, një personazh shumë interesant, me atë linjën që ne përmend që unë nuk po e komentoj sepse do të lexoj vetëm një fragment prej saj. Por edhe dy sena vogla se më të rripa i thonë, në të 6 librat që kemi botuar ne ka edhe 4 tituj tjerë botuar në frëngjisht kryesisht, po, në secilin prej tyre, ose secilin nga librat e Lex, vjen si libër i ilustruar. Lek Përvizi ka një dimension tjerëzakonshëm tjetër përveç shkrimësisë, sepse është një piktor grafist jashtëzakonshëm, i vlerësuar prej qarqeve akademike, artistike në Tiranë, në Shqipëri për te kësaj. Historia e Lex është një histori prej atyne që vetëm po ta takosh domethënë i krijon atë impresioni se për fat edhe pse këto ditë ka mush 95 vjeç, prap mahet mirë fizikisht, me memorie fantastike siç e tha Zoja Bruna, nuk mënon të dërgoj më një herë pa kaluar 2 orë përgjigjen e një emaili, se me atë komunikon zakonisht, e tjerë. Lek Përvizi është një prej, kisha më thënë, monumenteve të gjalla vërtet, i shpëtuar prej atij kalvarit të tmerrshëm të vuajtjeve, sepse tu kemi edhe personazhe të tjerë që kanë në fëmijë, dosë fëmijës në ato kampe të pleqe. E ka posht vuajtje me jetë, fakti që është 25 vjeç dhe vazhdon shkruan libra dhe ka një revistë periodike, do të thotë që ai e ka poshtë atë që i bën. Në mënyrë fantastike, e pa imagjinueshme se si mund ta poshtësh. Mjafton po ta njohësh atë burr, edhe sot me trupin drejt, një natë kusur kështu, fantastik, do të thënë me memorie e me biseda shumë këndshme. Megjithatë, unë nuk po zjatem sepse nuk di ku nalem po të vjoj në zjatë, ju nuk keni se pse të ndëgjoni ka gjatë. Po më lejoni me që ma bani këtë merim Zoja Bruna, unë e kisha ndarë të lexoja nga libri, është më lart që më vjen letë, më po e lexoj. Është takimi i një çifti të dashuruarish që nuk rreshton së dashuruari, edhe pas 27 vitesh që u ritakuan. Janë në faqet e fundit të kështu quajtur romani jetësor, pas 47 vjetësh, 27 vjetësh, pra nga viti 44 kur ndahen në atë mënyrë se si ndahen jeta, ky oficeri i ri simpatik i diplomum në Romë etj. Kthehet në Shqipëri, Italiania, bashkëshortja e tij, me të lloj pa menduar se lufta do të precipitonte në ato ritme që njërin do ta linte aty në Romë, njërin, e tjetrin do ta linte në fundin e ferrit në Shqipëri. Nëse u zgjata njësë. Me 20 shkurt 1991, pikërisht në ditën e rrëzimit të statujës diktatorit në Tiranë, ai, pra Valentini, gjendej në aeroportin e Rinasit gati për të marrë avionin për në Bologna. Pas 2 orësh, Valentini zbriti në aeroportin e Romës, aty ku e priste me padurim Gori. Pra, Penelopa ati italiane. Në hol, ai qëndroi një copë herë për të dalluar gruan e tij që po e priste. Pastaj u drejtua në një vend nga mund të shita ata që vinin nga jashtë, duke menduar se Gori do të ishte vonuar ose do të kishte ngatruar orarin e uljes avionit. Në anën tjetër të hollit, e shoqja
priste gjithashtu rritin e ulikës të saj, më utarë që zbritën. Por ata nuk e dalluan njëri tjetrin që të fillim, siç kishin shpresuar. Kur vani boshatis, ajo dalloi njeriu që po rrinte përkundrejt saj me shpinë të kthyer të shikoj jashtë nga xhama. Ajo afrohet ngadalë tek ai dhe me gjysmë zani i foli: "Scusi signore, lei non sei per caso Valentino?" Nuk jeni rastësisht Valentini? Valentini u kthye me njëherë, gori dhe të dy u përqafuan pas 47 vjetësh tashmë si pleç. Bashkimi, non se ka që vonun, krijoi për të dy një periudhë shmallje e qetësie shpirtërore, osa shumë kishin me i tregu një tjetrit, por a do të mjaftonin për këta vitet e metme? Çfarë mund ta ngroni tjetër përveç ribashkimit? Unë nuk besoj se do të komentoj më tutje. Është e vështirë, Është fakt kombëtar që 1, 2, 5, 10 figura të tilla ne I kemi ende si dëshmitar të gjallë të asaj çfarë të atij kaluar që në fakt ka kaluar gjithë populli ynë në një periudhë goxha gjatë, 45 vjeçare. Unë I uroj jetë gjatë edhe kështu aktive Leks miku tonë dashur dhe falënderim posaçëm për ju që na loni tek personazhe të tilla sepse vërtet bën një shërbim jashtëzakonisht mirë derisa të mund të penetroni, të futeni me integritarinë e tyre, me veprimin e tyre, me veprën e tyre në shkolla deri tek nxënësit. Njëse u zjata, ju falenderoj shumë. Misioni jonë është të shkruajmë narrativën e historisë, atë të pashkruarën, dhe t'i kujtojmë nxënësve krimet që kanë ndodhur. Nëse ne nuk ja mësojmë fëmijëve krimet që kanë ndodhur, atëherë historia rrezikon të përsëritet. Kështu që prandaj jemi të gjithë sot që dalë ne të kontribuojmë për të zbatuar historinë. Unë e fjalën Ingjit, e cila së bashku me dosjen e familjes Pervizi, Leka dhe Valentini vetë nuk ka një dosje të krijuar nga sigurimi I shtetit, po ka babai I tyre I cili ka qenë general. Ne nuk interpretojmë dosje se ne jemi informues, por bëjmë një lloj përshkrimi të situacionit. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt me gjithë të fjalë që u thonë edhe nga parafosit për të fragmente që u lexuan, nga fragmente që u lexuat patjetër që kupton shumë nga romani, por megjithatë kupton që pavarësisht se flasim për Shqipërinë e viteve të komunizmit, të territ dhe të errësirës, edhe aty ka copsa jete, dhe copsa e historisë njerëzore që është dashuria midis Valentinit edhe Gorit, vajzës italiane. Dhe në të tillë tematika po narrativ ngrihet I gjithë suksesi I romanit. Fillimisht mund të bëj një prezantim fare të shkurtër për autorin Lek Perviz, sikundër ju vetë për shkolla, por ajo që do të thuaj është se nuk është vetëm autori I këtij romani, sikundër është autori I disa zhanrave, ju e përmendat më parë. Por në të vërtet ky roman përposë dhe simbolikës që titull Odiseja Papajsisë është një roman që shkon nëpër masa homerike shqiptare dhe temin nga tematika që përmban. Këtë libër vetë autori ka shkruar në 2017, pra histori e bazuar në një histori tipe të familjes së tij, vetë bashkohës dhe bashkëpuajtës, pavarësisht se protagonist është deri diku jatim, se patjetër edhe origjina e familjes shpjegon dhe gjithë narrativën edhe mënyrën se si rrjedhin ngjarjet, por duke bërë kryefjalë këtu vllajën e tij Valentin Pervizi. Sigurisht në regjime totalitarë si ishte dhe komunizmi duhet gjendeshe patjetër një shkak sepse dikush apo një familje duhet të shpallësh armike jo vetëm kur I referohet vetëm një individi, por shkon edhe më tepër në rrjedhë familjar si ishte pastaj djali, gruaja, për vetë faktin se këta vuajtën të gjithë si familje. Autori fillimisht
është bën kur e fjalë të tij babai i tij prend Përvizi, sigurisht do të thonë edhe ky një figurë me rëndësi, po edhe vetë familja Përvizi me një kontribut shumë të hershëm se për ju në cilën flasit, janë familje që ka kontribuar herët edhe që përpara shpalljes pavarësisë Shqipërisë, edhe në rrjedhë në vijim. Vetë Prenka ka marrë poste të ndryshme si komandant gjeneral, në vitet 20 ka luajtur një rol të rëndësishëm edhe në ngjarje siç ishin ato të kryevitit së qershorit 24, ka duke mbështetur palën zogiste. Por edhe në periudhën duke afruar komunizmin në 42-44, ka mbajtur edhe postin e ministrit të mbrojtjes, por pikërisht këtu është e gjithë si thua viti në cilin fillon kalvari i vojtjes dhe një odiseja pa mbarim i kësaj familje. Për faktin se Prenk Përvizi u cilësua nga regjimi i kohës si kriminal lufte, i detyruar në këto rrethana dhe duke analizuar dosje si kundër Bruna, patjetër pa i dhënë në interpretimin, por mbështetur në faktin që përmban dosja, i detyruar në këto rrethana detyrohet që të largohet në Greqi në vitin 1946. Pikërisht largimi i Prenk Përvizit do të ishte dhe piknisja e kalvarit të vuajtjes Lekës, Valentinit, tjemës së tyre, po, dhe pa tjetër, po, gjithë familje internohen pas në disa vende. Por duhet të thënë se figura Valentinit është vërtet aq e fuqishme sa dhe babai i tij, është ndoshta trashëgimtari që ndjek gjurmët e teatrit, të shkolluar në Perëndim, po flasim për Shqipërinë atyre viteve që patjetër që është më rëndësi në vitën që jetojmë, shkolluar në Perëndim, që kërkojmë sjellje një frymë të re, familje të emancipuara për kohën, kërkojmë që të sjellin sigurisht eksperiencën e tyre dhe të kontribuojnë për vendin e tyre. Valentini sigurisht edhe ai mësimet e para i merr në Itali, por edhe një pjesë të së tij e kalon aty për vetë faktin se aty një edhe vajzën që ai dashuron dorën pra në Bologna. Por si duket konteksti i jashtëm, sikurse dhe ai i brendshëm historik nuk ishte favorizues për Valentinin. Shumë ngjarje na shoqërojnë krahas instalimit të komunizmit në Shqipëri. Në 43-shin Italia kapitullon dhe këto janë rrethanat në cilën Valentin Përvizi mendon që duhet të kthehet në dheun e tij. Pa ditur se çfarë pret dhe çfarë kalvari dhe nuk e dinte që është djali i një babai të cilësuar kriminal lufte. Në qoftë se do vazhdoj që të analizoj në këtë frymën e të cilësuarit armik, është interesante shikosh që se si edhe regjimet totalitare si thua e vullosin adonën e kriminalit luftës duke trashëguar nga jashtë e sepse për vetë faktin se vetë titulli quhet Odiseja pa fajësisë, pra të mos pasurit një faj, por që duhet kalon nëpërmes një kalvari vuajtjeje. Valentini së bashku me Borin janë në vitet 24 që kthehen në Shqipëri. Me të ngoritur në Shkodër, ai përballet me gjithë situatën të cilën pra i dihet ajo era e instalimit komunizmit me vrasjet e pagjyqe ekzekutive në zallin e Kirit. Por nga ana tjetër shoqëron momente siç është ngritja postripës, revolta marksiste. Më pas kemi dhe vrasjen e Bardarbipës, të cilët të nuk përgjithëve se shtojnë armisht, shtojnë banorët në thonjza të kampeve dhe të burgjeve. Nga ana tjetër, siç e theka dhe mos i për kontekstin marrëdhënieve të jashtme, siç e prishja marrëdhënieve me Jugosllavinë, do të prolonte më shumë dhe më shpejt makinarinë e armiqve. Sigurisht vitet në cilën ju dha dënimi ose si thua akuza në cilën ju vesh Valentinit ishte një akuzë pa bazë. Ajo akuzohet se ishte sjellë nga grupet e emigrantëve jashtë Shqipërisë për të marrë pjesë në kryengritjet antikomuniste. Duke qenë se një provë e tillë nuk ekzistonte, por duke qenë se jemi dhe në regjimet ku dalloheshin gjyqjet farse dhe akuzat farse,
vijon me internimet në vendet si Berati, Porto Palermo, Tepelena, në cilën në roman përshkruajnë qartësisht edhe tipologjitë e kampeve, zvetnimi qenies njerëzore, por dhe fakti se dhe autorë të tjerë që kanë bërë studime për këtë për siç është edhe Hannah Arendt, nuk e shikon në një kundërshtim tjetër se kampin si një laborator për të zvetnuar dhe të tërsuar qenie njerëzore. Por të gjithë këto vite, të cilat unë po i trajtoj anën historike, janë vite të jetuara, janë vite ndarjeje midis Valentinit dhe Gorit. E vetë një shpëtim përvojnë si një varës italiane ishte të riktheheshe në vendin e saj, ndërsa Valentini të vuante dënimin. Të cilën si kundër ju e cekët për 27 vjetë, edhe është historia ku regjimi futet edhe si kundër përmonta në marrëdhënie njerëzore dhe në jetën familjare të një individi. Nga ana tjetër, vite më vonë prishja marrëdhënieve dhe me Bashkimin Sovjetik dhe me Kinën nuk do të bënin gjë tjetër se do të thellonin më tej ndarjen, mungesa një korrespondencë të vazhdueshme nga Shqipëria në Itali dhe anësira të zbatohet pamundur. Deri në vitin 1991, ku pikërisht në Bologna, aty ku nisi gjithçka, aty do të ribashkoheshin sërish Valentini dhe Gori. Në fakt për ti romanit, në një përmbajtje edhe unë pa ju lodhur edhe pa dashur të bien për sëritje, unë mendoj që nuk është vetëm një roman që i takon ndoshta vetëm Valentin për vizët e familjes së tij, është historia e një romani jo vetëm dashurie në kohën e komunizmit, historia shumë familjeve shqiptare, pse jo dhe elitës, duke qenë se ishin target grupi i parë që u sulmuan si armiq të popullit. Është historia e kampeve, e burgjeve dhe e periudhës së errët për të cilën ndoshta ende nuk kemi edhe studime të mirëfillta preferuar regjimit komunist, por që të ne si institucion me hapat e parë duke si kundër edhe Bruna përmendi në përfshirjen në kurrikula, besoj se një frymë e re do të vijë edhe në kundërshtrimin e trajtimit siç duhet të regjime totalitare, specifikisht dhe të komuniste. Ndoshta paradoksalisht ne më shumë kohë dhe orë kushtojmë Europës lindore, se sa vendit tonë, ndoshta edhe më pak në kurrikula kjo pjesë, por Shqipëria nuk ishte ishu, kështu që duhet të trajtuar gjithmonë në kontekstin marrëdhënieve të jashtme me ato të brendshme. Unë kaq kisha për të thënë nëse diskutimin besoj Engji bëri një panoramë shumë të qartë të historisë së atyre viteve dhe pastaj e kalvarit të vuajtjeve të Valentinit. Ju pa qëllim, po e them prapë, ju pa qëllim në nxjellën pikërisht të libër, pikërisht në këtë ditë kur fëmijët nuk kanë asnjë interes për asgjë. Dhe mësuesi është kaq në vështirësi që ti fusi në kokë apo ti thrasi vëmendjen për një gjë. Dhe duke qenë se ky libër ka një fabull dashurie që prapa dhe ato nuk e kuptojnë dot se si mund të dy njerëz mos takohen, por ka edhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme në këtë libër, atë dashuria. Jeton një kohë që të gjithë duam të ikim, edhe fëmijët tanë duam. General Trevizi e çonte gruan e tij, e çoi sa herë ajo lindi, edhe pse nuk ishte në Skuraj, ai e çoi të lindi atje. Sa herë djemët vinin, kur ishin në shkollë në Itali, ai nuk i çonte askund, përveç se në Skuraj të kalonin pushimet verore. Domethënë, çdo element i librit është edukues. Sot kur shumë kush nga pamundësia, nga vështirësitë të ndryshme, thot fëmis ik, ne në shumë vite përpara një general që vetë nuk ishte pranë familjes për arsye të punës së tij, i edukon fëmijët që duhet shkojnë pranë vendit të tyre. Tashti ne kemi folur, kemi komunikuar, dysha të na thotë si e ka përjetuar leximin e librit, si mund të ja çojmë përshëndetje. Shumë derinë në atë që synojë. Libri merrte shumë ëndër, shumë thjesht, gjua që ishte përdorur, ishte shumë e thjeshtë, njëkohësisht nuk merr kalkulimin në tekste, por në tekstin e ka brenda veprës. Unë do ta shikoja një libër të përfshirë një në shumë zhanre. Një biografi për vëllain
po edhe një autobiografi e ndërtuar bashkë. Unë do ta shikoja si një roman historik, me ngjarje historike, por edhe një roman me linje dashurisë brenda të përfshirë. Do ta shikoja edhe një libër politik në konceptin e përfshirjes së ngjarjeve politike që në shumë dimensione, përfshin shumë perioda si periudën e Norvegjit, periudën e Amazonit, edhe periudën e luftës së dytë botërore, gjithashtu perioda Maçakës që merr edhe Leka, duke i përshkruar shumë bukur ngjarjet e njëpasnjëshme, periudën e komunizmit. Realisht në familjen time nuk është se kemi pasur probleme, por janë fiks lindur na ka përcyll kësaj periudhe fikse që ish diktatori është varrosur, kështu që ma përmesin akoma familje këto sa për ta dramatizuar atë diskutimin. Po me çarjet e tyre. Po, me çarjet gjithë ka çarjet e tyre sa për ta dramatizuar. Është një libër që unë shoh në shumë rrafshe. Në rrafshin historik, në rrafshin politik dhe ajo që e bën shumë më të bukur dhe të përfshin linja e dashurisë midis dy intelektualëve të asaj periudhe të dy shteteve të ndryshme që këto ngjasan vjen shumë bukur edhe me Petro Markun, disidentin në natën e Ustikës, dashuri e lindur në kampet e Ustikës të përqendrimit, po pikërisht në kohët më të vështira linja dhe dashurisë më të mëdha. Që sot faktikisht e kësaj dite dashuria është zbetur. Dhe është një mesazh shumë i fuqishëm, ndoshta ai ka dashur me historinë e jetës vetë, na ka dhënë një mesazh të jashtëzakonshëm, një shoqëri shumë moderne, që jemi të lirë, flasim gjithçka, por kemi harruar të jetojmë dhe të përjetojmë. Është një libër që realisht e kam lexuar me një pasdite. Dhe më ka lënë shumë breza, madje edhe në kontaktin me nxënësit që ja u kam treguar, nuk është se ka lexuar shumë, po 2-3 që dihet se niveli i leximit në këtë kohë të teknologjisë ka rënë goxha, por që e kanë pritur shumë mirë dhe ju ka shumë bukur ngjarje diskutime që kemi bërë me nxënësit. Kishte përshtypja ime pa që një në zjodhën pikërisht këtë titull dhe ditën që e thonë për herë të parë ne kemi bërë në 18 shkurt. Pikërisht që ka i personazhi Valentin, personazhi dhe edhe për historinë e dashurisë, që është kaq që do ndaloja pak tek titulli, sepse për mua titulli shpjegon gjithçka. Nëse Odiseja bëri 20 vjet për të kthyer të Penelopa, po është dëfishi i pritjes dhe ajo që të bë përshtypje se si njeriu jo në luftë me komunizmin apo një këtë diktaturë, po është lufta më e madhe për mbijetesë dhe lufta me veten që njeriu bën çdo ditë për të mbijetuar dhe lufta që bën Valentini duke qëndruar shumë i fortë përballë këtyre provave, nuk dorëzohet në asnjë moment dhe nuk e humb në asnjë moment shpresën për ta takuar dhe madje nuk dyshon në asnjë moment se një ditë do të takohet me të dashurin e vet. Dhe kjo është një mesazh shumë i fuqishëm. Dhe nuk ka gjë më të pafashme se sa ti të ndërmarr shkollën e themit në shtëpi, që është vendi më i sigurt, shtëpia dhe ti përballesh me një. Mos harrojmë që në libër ai del edhe datar për Italinë, sa ai nuk firmos në Rom, kur bë, kështu që ai edhe në Itali nuk ishte shumë i dashur. Dhe ai erdhi, Ishte të zgjuar gjithë. po, erdhi dhe peripetit. Në një libër jo historik, që ka të njëjtën fabull, që është thjesht libër artistik, autori ka nxjerrë një gjë të treguar nga vetë Valentini që Leka nuk e ka përshkruar, për arsye se këto besonin shumë, janë besimtar dhe natën para se të vi Gori dhe Valentini në Shqipëri, Gori lutet që të hedhin fallë me letra se besonte shumë te letra. Dhe fallëzori i thotë ju do niseni një udhtim nesër dhe ju do ndaheni dhe do takoheni pas 47 vitesh. Ndoshta edhe kjo i mbajti ata të lidhur që të prishin njëri tjetrin, por unë mendoj që duke qenë se Leka është shumë besimtar, nuk e ka përshkruar këtë fakt, edhe pse Valentini këtitaret e tij e ka shkruar. Zysh Lori ka qenë shumë e gatshme për të
Atëherë përshëndetje të gjithëve. Faleminderit që jam prezente sot. Faktikisht shumë kam lexuar librin se profesis. Fokusi që ju keni vendosur nga studimi që ju keni për ta marrë pjesë të kurrikulumit shkollor, do që fillon nga lart. Reformimin e kurrikulumit shkollor dhe implementimin e programit apo jo. Për sa i përket subjektive dhe linjave, besoj që ishin shumë të qarta, sepse folën për afosin. Pra e kuptojmë historinë, jetën si ka që përdetit duajtur nga Ana Valentinit. Jetën e Valentinit por edhe shumë shalatina të tjera, të cilët realisht kanë kaluar në ledimet e nga historia, por edhe pjesa e fikshënit të të quajnë, që është një në shurisë, atë sa e barë në zhjusim të gjallë, faktikisht për ta parë se deri kush ka luajtur besnikërie, që nuk e gjejmë në kohët e sotme. Nga ana tjetër, mua personalisht më intereson shumë konteksti më tepër historik se sa fiksheni vetlar. Pse e them këtë? Nëse ne duam që të evokojmë vlerën apo historinë që kemi ka kaluar të parët tanë, për t'ja transmetuar brezat e sot, pra përgjithësi një teknikë se nuk duhet të sa të përshtatshme, sepse është shumë e vështirë. Jo se ne kemi brez të cilët nuk e do ndihen, se s'u kemi kaq skeptik se na përpunojmë me brezin, por ndoshta mënyra në qasës ka qenë apo vazhdon të jetë pak sa e gabuar. Për shembull, po e them sot, por e kam kaluar tek nxënëse. Por e pjesa për të qenë nxënëse sot prezant mua më vet. Sepse nxënësi që e ka lexuar, ka diskutuar me mua pse nuk ishte sot prezant. Pra ne nuk mund të kalojmë atje nëse ne nuk kemi disa barriera që kemi ne si mësues. Pra, ne flasim për koncept lirie, që Valentini e bëri para shumë viteve, shumë Valentina të tjerë, por në fakt shumë s'na mundon në koncept lirisë sot. Nga ana tjetër, mendoj se kjo peshë e historisë e duar në këtë libër, fillon me një dimension shumë të madh. Për mua si mësues, por edhe si lexuese, sepse jam letërsisë, shoh që format dhe mënyra për ta transmetuar historinë, jo për ta bërë shumë të ndjeshme, sepse edhe të traumatizon. Një nxënës i arsimit nëntëvjeçar, absolutisht e merr paksave në kontekst negativ, sepse duket shumë rëndë, është ndryshe një nxënës i gjimnazit ose një student i letërsisë apo historisë, mendoj unë. Pra, atë sa e zbut ndoshta ajo pjesa e dashurisë e kuriozitetit që kanë epër që çfarë ndodh me dy personazhe protagonistë në historinë e dashurisë, atë sa e largon edhe pjesa e historisë sepse është shumë e fujtur ajo rikthimi, ndarja, gjendja e torturës që ka lënë në gjitha kamrat, jo në Berat, jo në Tepelen, apo në kushtet e mjerueshme, apo mungesa e ushqimit, apo mënyra e stimullimit fizik që ka lënë te Valentini me shumë personazhe të tjera. E bën shumë të dukshme për flas për psikologjinë dhe zhvillimin e fëmijëve, nëse i referohemi pozitiv fokusit. Ndërsa në kontekstin e lexuesit, mendoj se është një histori interesante. Në kontekstin semiologjik dhe sematik, por atë sa është të interesante sepse duket sikur tabloja është e gjallë të ndodh para syve. Aq edhe të largon pak sa sepse duket si edhe atë vërtet edhe pa e vërtet në mënyrën se kur jeta është shumë e gjatë. Dhe mua nuk më pëlqen shumë fikshni të thuar pjesë e letërsisë. Pra, më pëlqen fakti që jeni e gjatë ka jetuar e lexuar, po e kuptoj pra, por duke pasur edhe si e pa besuar shumë Se nuk e ti akoma e re dhe nuk e beson. Dhe në ta kemi problem me mësuesin e ri. Ky është problem. duket pak si e pa besuar sepse në realitet që jetojmë sot realisht është shumë i vërtetë. Ai është një mesazh shumë i fortë, shumë i bukur, që duhet të jetë, por sot vjen pak sa abstrakt, vjen pak sa i thjeshtë. Unë tash shumë vi nga arsimi, kem pyetje në arsim, jam autore të tekstesh dhe hartës e kurrikulash. E njoh shumë mirë kurrikulum, edhe jo pa qëllim jam aty ku jam, është si mision, dhe e kemi parë që është shumë e vështirë dhe me mësuesin e ri. Jeta i mbrojtshëm, unë thash, informacioni i fëmijëve vjen mbrojtshëm dhe ne duhet të dimë si t'ia tërheqim vëmendjen. Mendoj që mësuesi sot nuk është më ai që simbolizon dijen, jo më.
ke fëmijë, ke nxënës që dinë më shumë se një mësues për arsye X, ka lexuar një gjë, i ka ardhur informacioni. Ne duhet të dimë ta qasim nxënësin atje ku dua ne. Ja ajo gjëja që na intereson ne. Prandaj do të them që sot se e themi ndoshta të gjithë në duhet ndryshoj qasja në raport me shkollën. Nuk është mësuesi që të flet, është nxënësi që të flet dhe ti duhet të dish ta përpunosh atë që thot ai. Ne jemi sot këtu pikërisht për të bërë një provë, duke qenë se ne do dalim në gjithë Shqipërinë, si do ja sillim me nxënësve këtë pjesë kaq të dhimbshme që ne nuk e kapërdim dot. Në vitin që shkoi, unë dhe Dori kemi marrë dëshmi nga ish të burgosurit e Spaçit. Bashkë me ne ishte dhe një kolegu jonë që ka qenë vetë në minjarë dhe herë ai dëgjonte gjëra që nuk i kishte dëgjuar dhe jetuar vetë në momentet se kishte qenë një djalë i fortë, sa gjëra delikate nuk i kishte kaluar. Unë rria pa gjumë dhe herë i shkruaja, po kjo sot, Lërën tha, minjera është me vërtet një minjerë bashkë me dhimbjen e vetë, me errësirën e vetë. Pra, ne të mundohemi në misionin që kemi si mësues, të tregojmë ato pjesë të historisë në mënyrën që përzgjedhim ne. Po ta tregojmë ashtu siç ka ndodhur, me ato prindër dhe me ato nëna, me ata fëmijë që kanë vuajtur se babai tha një mendim për një radio kineze, apo tha një fjalë, apo las lopë të gjata. Fëmijët nuk e kuptojnë. Ne vjetë në Spaç, po ekspozitën se ne vinë edhe me ekspozita të ndryshme. Dhe një nga ekspozitat ishte ekspozita me disa instalacione në formë siluetash. Dhe bëm 1 kilometër rrugë me disa silueta, me fjalë të përzgjedhura nga familjarët e ish të burgosurve të burgut të Spaçit. Pra, jo më të burgosurit, po çfarë kishin ndjerë këto që kishin provuar qëndresën, këto që kishin qenë jashtë, çfarë kishin hequr këta në turizmin e tyre. Dhe gjatë rrugës për 1 kilometri që këto përshkronin në këmbë për takuar të afërmin e tyre, ato kanë sjellë përjetime të ndryshme, lam ekspozitën dhe kemi në autoritet e vam vetëm ato ditët që ishte përkujtimi i revoltës. Unë e mbështes mëse Lorin që është shumë e vështirë që këtë fëmijët e sotëm që nga klasa parë, ai vjen pa interes, ai di të shkruajë të lexojë dhe ne jemi akoma te aja kur ti e ke në parashkollor që ai do mësojë dhe ke 2 kurrikula të ngjashme parashkollor klasë parë. Imagjino se si duhet të jetë një mësues i sotëm, duhet të jetë një mësues interaktiv që të prodhojë teknika dhe strategji se si ta tërheqë nxënësin ke vetja. Procesi drejtorin e Spaçit në bashkëpunim me Këshillin e Europës, ne bëm një provë 7 minuta sa me ta ketë qëndrimin një fëmijë, me copësa dëshmisë që ne kemi marrë për të ngritur një film 7-8 minutë. Kështu janë dosjet e sigurimit të shtetit dhe kjo është logoja autoritetit. Pra, nëse ju vini aplikoni për një të afër, se ju vini të vinë, zotëria aplikoj sot, do merrni dosjen dhe do shikoni çfarë me sa mekanizëm i frikshëm ka qenë sigurimi i shtetit, se sa orë pune harxhoheshin për të shkruar gënjeshtrat që shkruanin ata, dhe sa burime njerëzore janë shfrytzuar për të ndjekur dhe për të prodhuar gënjeshtrat. Unë ju falenderoj sërish, ne do shikojmë filmin, kemi edhe një kafe për që shumë. Unë jam inkre. Po, falenderoj. Po, i falenderoj. Kam përgatitur diçka. Po, pasi për shkak të koha. Po, lexoj. Po, në informacija për të prezantuar se okej, Kështu që dy përgjigje të autori i do të them më shumë gjatësi të gjithë kategorive vuajtjeve, familjes së tij, Valentinit dhe Çantit, do të bëjmë maksimumi që gjykimin të lërë në dorë lecuesit, ndërsa ky i fundit në këtë rast ose mund të mësoj për më tutje. Gjithë vazhdoj duke e përshuar fjalën, siç thoshte në tekst, se të merrte drejtshi për një gjysmë fjalë të shprehur ndoshta edhe pa qojë. Pra të falë për shkruan mësimi për ju dhe vëzhgjesi i sërish Shqipërisë, duke shprehur se populli është i kënaqur, sepse atë që ka kërkuar gjithmonë e ka gjetur nëpërmjet shprehjes më mirë drejtshi për shpërbrina se X për apo X për shtues.
edhe me një pansi të dushme si njës historinë e vetë. Përmendet figurat të shuara, po dhe emrat të dëgjuar, përmendet Rekcavi, Gjomarka, Bardhavdiva, Vrasja Tjetër. Në lidhjen e këtë emër, unë do përmend se nëna ime, po ashtu ka qenë e privuar të shkollohet pasi është në mbesë arkiv. Apo kushira Gjomarka, fisi saj ka kundërshtu hapur regjimin, ai sa kishte edhe në erë punën e vet, por mos mbajtur tregtarë brenda, dhe në këtë rast është historia dhe ka nga madha skupir. Sa rrëfenjë kam dëgjuar nga goja e saj me njerëzit e vet të pushkatuar pa gjyq, apo të tjerë që nuk me gjeta seshta. Sa shumë ka treguar i madh për ndërmimet e darave të tij, pasi ishin nga dera për nxënës. Apo vojtja nga nësë tipi peshtë për të arsye, se ishte në tyre. Pra në fili i zotit Përvizit, si njëra i ushtuar të doktoran, në të reflektosh, në të dikosh atë në historike. Me pak fjalë, në konsideroj si protokall si shqiptar, sepse gjyqen të pafajshëm. Dhe në raport me numrin e përgjithësisë së Shqipërisë është e lehta hundje. Odësia e pafajësisë të jetë një tregim në komunizmin, por të mos u harruar në mënyrë që të mos përsëritet më nga, pra të kujtojmë që të mos të përsëritet. Një rrugë e dy punë. Zoti lek, ka që nga manetin e mbajtjes të tërmi historinë e jetës së tij, dhe jetja dritë në tepër mbi të kryer të jetës. Të falenderoj. Shkruaja,